Kush është Camila Rodriguez, modelja që la karrierën e saj për të bërë murgesh, në të gjithë botën ka histori personale unike, si ajo nga Brazili. Në këtë vend, Camila Rodriguez Cardoso, me origjinë nga Patos de Minas, e ndryshoi jetën e saj plotësisht pasi la botën e modës për të bërë murgesh në moshën 18 vjeç. Tani ajo njihet si motra Eva dhe rasti i saj ka ngjallur kuriozitet dhe vëmendje nga e gjithë bota, duke u bërë viral në rrjetet sociale. Camila Rodriguez nuk e mori këtë vendim rastësisht, por kur jeta e saj ndryshoi plotësisht pasi humbi tatin në moshën 9 vjeçare. Ajo tregoi se çfarë ndodhi në një intervistë me The Noite. Gjatë kohës time si modele mendova se do ta kisha gjetur profesionin tim, por humbja e tatit, vuajtja dhe depresioni dhe ankthi, fillova të mendoja se të qenurit modele nuk ma mbushte zemrën. Pavarësisht kësaj, ajo më parë fitoi konkursin e bukurisë Miss Horizon Sunten Continent, gjë që e çoi në pjesëmarrje në Miss Brazil dhe më pas në Miss Univers. Por kjo nuk e ndryshoi idenë e saj të përmendur më parë, pasi ajo zgjodhi botën e fesë. Pikërisht atëherë kërkova kishën dhe fillova të lutesha Ruzaren. Një ditë gjatë predikimit pash një murgesh që kalonte dhe pash tek ajo një dritë shumë të fortë. Fillova të admiroja rrobat e saj, të studioja jetën e një murgeshe dhe të shija veten me rangun dhe velin. Shpjegoi ajo në programin e lartë përmendur. Pastaj ajo hyri në një manastir dhe zgjodhi të ndryshonte emrin e saj në Eva, diçka që ajo e sqaroi gjithashtu. Një zgjedhje simbolike për të qenë gruaja e parë në historinë e Biblës. Sot ajo është tashmë 21 vjeç dhe është bërë pjesë e kongregacionit të Santa Dei Genetric, një institucion i pavarur nga Kisha Apostolike Katolike Romake në Brazil. Ngjashëm ajo spikat për bukurinë e saj kur u publikua një video në të cilën shfaqej duke shitur sende fetare. Përtej kësaj ajo mban gjithashtu një profil diskret rreth jetës personale, megjithse përdor edhe rrjetet sociale për të ndarë punën shpirtërore dhe aktivitetet komunitare.